përpos pikave që nuk e dim cilat do të dakordsohen e cilat jo, dua të di mendimin tuaj lidhur me regjimin në Iran, a do të arrijë qëllimin Trumpi? Është pak sa e vështirë të flasësh për një ndryshim regjimi, kur ndërkohë tashmë jemi në një fazë konflikti. Për edhe shpesh konfliktet e kësaj natyre arrin që edhe palët brenda vendit ti bëj bashk dhe të krijoj një lloj solidariteti, po them, përkundrejt atij që quhet kërcënimi më i madh. Aktualisht në momentin që ne po flasim në të gjithë Iranin, pra Irani konsiderohet një vend tashmë në luftë edhe për shkak goditjeve që ka pasur qoftë nga aviacioni amerikan apo izraelit, dhe duket disi e pamundur paktën që të ketë lëvizje nga poshtë masive, edhe për shkak se regjimi tashmë iranian dhe strukturat e sigurisë atje janë jashtëzakonisht të konsoliduara dhe janë gjithmonë me një sy nga ajo çfarë po ndodh në terren. Mirë, presidenti Trump ndoshta duke ndërmarrë këtë veprim në 28 shkurt, duke goditur figurat kryesore të regjimit iranian, mendoi që kjo mund të jepte shkas një lëvizje nga poshtë, por siç duket, gjasat janë që në terren nuk ka ende një lëvizje aq masive, dhe veçanërisht kjo nënkupton edhe një përkrahje nga strukturat e sigurisë të Iranit. Mos harrojmë që neve mund shohim pamje të njerëzve që zbresin në rrugët e Iranit, por Irani është një vend 90 milion banor dhe do të nënkuptonte një qasje më masive, protesta më masive që do të ishin të vazhdueshme për një periudhë të caktuar. Irani të paktën ka që nga viti 2018 që përballet rregullisht me protesta të tilla që vijnë nga poshtë për shkak të krizës ekonomike, sepse siç e përmenda është një vend që është 50 vjet në embargo dhe në sanksione, pavarësisht rezervave të mëdha energjetike që ka, qoftë në naftë apo në gaz, por për shkak të kësaj embargore që lidhet me regjimin iranian, ai nuk ka mundur që të krijojë stabilitet ekonomik edhe politik brenda vendit. Konflikti me Iranin, mënyra se si ka shkuar e gjitha, mendoni se do t'i kushtoj Donald Trumpit në zgjedhjet e mesmandatit? Është herët pak për të folur tani. Nga sondazhet e fundit tregojnë një rënje për shembull. Pikërisht. Ne jemi tashmë në prill, zgjedhjet janë në nëntor, pra mund kemi ende kohë përpara për të parë se çfarë zhvillimesh mund të ndodhin në politikën ndërkombëtare dhe si mund të përkthehen ato për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ekonominë amerikane, apo përgjithsisht për imazhin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në nivel global. Natyrisht sondazhet, siç e përmendët dhe ju, natyrisht tregojnë një rënje të presidentit Trump në pikpamjen e vlerësimit, edhe për shkak të këtyre krizave të shpeshta, pra duri në Venezuelë, pastaj ajo e gazit superpoq, pra bordi i paqes superpoq të rikthente një imazh tjetër të presidentit amerikan si një paqebërës në mënyrë të shpejtë dhe të drejtë, por konflikti në Iran duket se ka rikthyer këtë përfiturim në një kaje tjetër. Gjithsesi do të shikohet se çfarë rrjedhë do të marrë konflikti në Iran, veçanërisht pas pushimit dyjavor, dhe ato pasohet me një marrëveshje tjetër, dhe nëse ajo çfarë është, si thua, dhe ideja apo plani i presidentit Trump, ato që ishin marrëveshjet Abrahams të 14 shtatorit 2020-s, në prakse para se të lindte presidencën amerikane, ai kërkon dhe të paktën e ka një imazh që lindjen e mesme e kërkon një rajon të unifikuar, por gjithë që ka qenë paksa e vështirë për izë vërtetës, për dy arsye, për shkak të Iranit, i cili edhe për shkak të shumicës shia që ka qenë gjithmonë në konflikt me vendet sunite në rajonin e lindjes mesme, dhe veçanërisht për shkak të çështjes palestineze. Ende këto janë dy, do të thoja, patatet nxehta mbi tavolinën e diplomacisë ndërkombëtare dhe diplomacisë amerikane, dhe nga mënyra se si do të zgjidhen, nëse do të ketë një zgjidhje deri në nëntor, nuk po them zgjidhje përfundimtare, por të paktën do të shikohen fillesat e një zgjidhje për një paqe të qëndrueshme në rajonin e lindjes mesme. Kjo mund të jap një përparësi ndoshta në zgjedhjet e nëntorit, nëse ai do t'ia dalë fal diplomacisë qoftë individuale po edhe institucionale, ta shndrojë gjithë këtë që ka ndodhur deri tani, pra këtë lloj traziere apo përshtjellimi diplomatik në një përparësi strategjike, duke arritur të rëvendosë raportet në një formë tjetër